Tani ku jemi këtu Oltja? Tani nga procesi I hedhjes së ujit, I valjes dhe I griljes. Si është emri fabrikës? Emri fabrikës quhet Fabrika e Vajt e Nkor, sepse janë bashkëpunimet e çunit dhe të çukës, iniciale. Ku do ta nisi procesin e pas puna? Fillon nga hedhja e ullirit. Sa kilogram ulli hidhet atë? 5 kg. 500 kilogram? Mund të merre kom, mund të mbaj poshtë. Sa litra pak presim që të dalin? Po, I tutek me 14 për kunkaj. Këto janë të gjitha të mbledhura sot? Po, ka të mbledhura dhe bia. Pastaj procesi dytë kush është? Kush është? Çfarë makineri është? Ta matrica, vetë darja e ullirit. Tjetër, në atë një transportieri. Pasi kemi larë? Po, pasi kemi larë, në atë një transportieri, fillon procesi I griljes. Procesi grirje? Po, fillon me procesi I griljes. Sa minuta mund të vonoj si proces? Kjo të hap ato, sepse nuk është Ka procesi? Kjo është tu bje pasi brumje e grirë, bje tu, dhe me andë një pompe, I kemi patar, ne dusim vasën. Ky është ulliri I grirë? Kjo është ulliri I grirë, po. Se këtu I vaj. Po, makineri çfarë janë? Po, I tani po dhe nga linjovit. Sa minuta zgjat Atëherë, kjo është procesi shumë I rëndësishëm. Pse është I rëndësishëm? Kjo është procesi homogenisimi quhet, ose paska e tenë në mënyrë popullore, tu brumi prodheri me 30 gradë, nga 20 deri 25 minuta deri në 1 orë. Deri në 1 orë. Kaq është me çfarë lloj temperature? 29 30, s'duhet ta kalojmë asnjë 30. Asnjë. Pastaj ku shkojmë? Pastaj faza tjetër. Në anë një kohë po prap, kemi shumë dekant. Kjo darja është me 3 faza. Gosat e ullirit për vaj, dara tik, pasi këto dahet, kalon një proces tjetër për final. Finale. Separator. Filtria. Filtri. Është filtri dhe këtu kemi procesin final që po e merr Ne I themi me bereket për hajë. Bravo.
jashtë fabrikës, ne do të testojmë tani vajin e krifsit, më të mirin e roshnikut. Edhe Olti do më thot 2-3 gjërat e vogla se çfarë duhet të dallojmë për një vaj të mirë. Ky është vaji sa po bërë. Ne e pam, e morëm. Tani, të dallojmë një vaj të mirë, ne duhet ta anuzojmë, duhet i marrim më herë. Po? E ka aroma? Të mbush shpirtin. Atëherë, gjëja e dytë ne duhet të shikojmë ngjyrën. Nëse ngjyrën e ka të jeshile, ka të korpoze, ka të mirë, do të thotë që është edhe e treta, ku do ta pim, duhet të ndjejmë këtu një pickim pak të lehtë edhe një retrogusto pak të hidhur. Dhe ky është produkti. Po nëse sepse ka shumë raste kur është i hidhur ne e distancojmë si vaj. Jo, duhet të jetë amaro. Duhet të djegë apo jo? Amareca dhe pikantecën. Okej. Kjo është që dallon vaj ekstra i virgjin nga një ulli, ai që po të thotë më përpara, nga një ulli i pjekur nuk del ky lloj vaj. Po kur vaj del në vaj ëmbël. Kur vaj del pak në ngjyrë më të errët. Jo. Është varieteti i ullirit. Prandaj ndahet vaj në kategori. Ne kemi kategorinë ekstra të virgjër, i virgjër, vaj ulliri dhe vaj lampante, ai që bëhet në janar. Ekstra i virgjër është ky. Ekstra. I virgjër kush ishte? I virgjër kur ai fillon dhe nxjihet ulliri 80% e ka më të nxirr se sa pastaj i virgjër, pastaj i zi është olio d'oliva. Olio do të thënë vaj ulliri. Vaj ulliri. Është del i verdh, del i ëmbël. I ka humbur ato vlerat. Pastaj ai janarit është lampante, është del i bardh fare. Do thënë ne duhet të zgjidhim gjithmonë këtë lloj ngjyre. Unë ju sugjeroj të gjithë vetëm nga ky. Zuar Oltion, bereqet